Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi se dy çështje janë thelbësore për pranimin e Serbisë në Bashkimin Evropian, marrëdhëniet me Federatën Ruse dhe Kosova, Metohia, lirimi i të gjitha të tjerave me njënë. Çdo gjë tjetër pak a shumë Serbia ka kapacitete të zgjidhë, tha Vučić për Bliz TV. Vučić nuk specifikoi se cilat janë dy kërkesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me qëllim që të fillojnë diskutimet mbi partneritetin strategjik midis dy vendeve, por deklaroi se njëra ka të bëjë me energji ndërsa tjetra është politike. Nga Davosi, Vučić deklaroi se Serbia mbetet në rrugën europiane që duhet të përshpejtohet, por se dëshiron të forcojë bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe tha se beson se Serbia do t'i përmbush dy kërkesat formale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe do të jetë në gjendje të fillojë diskutimet mbi partneritetin strategjik. Ministri i punët e jashtme i Serbisë Marko Đurić në kuadër të vizitës së tij në Selanik vendosi kurorën e mauzoleun e varrezave ushtarake serbe në Zejtinlik. Đurić deklaroi se erdhi në Zejtinlik për t'u bërë homazhe hijeve të njerëzve që dhanë jetën për Serbinë, me shpresën se brezi i sotëm i popullit serb do t'i përmbush të paktën pjesërisht ato. Ministri Đurić ndodhet në Selanik ku së bashku me ministrin e punës të jashtme dhe tregtisë së jashtme të Hungarisë Peter Siarto hapi solemnisht zyrën konsullore të Hungarisë, e cila funksionon sipas sistemit të bashkëvendosjes së misioneve diplomatike dhe konsullore dhe ndodhet në konsulatën e përgjithshme të Serbisë në Selanik. Sot në mesditë shoferët e kamionëve nga rajoni filluan të bllokojnë pikat kufitare për automjetet e mallra për në vendet e Schengenit të pakënaqur me zbatimin e sistemit të ri europian të regjistrimit të hyrje-daljeve. Protesta u njoftua nga transportuesit nga Serbia, Bosna Hercegovina dhe Mali Zi, dhe ata morën mbështetjen edhe nga kolegët e tyre nga Maqedonia e Veriut. Problemi është llogaritja qëndrimit në zonën Schengen që nënkumton 90 ditë në çdo periudhë prej 180 ditësh, e cila si shton shoqatat nuk është e përshtatur për shoferët profesionistë dhe në praktik pengon kryerjen e qetë të punës së tyre. Sistemi i ri për menaxhimin digjital të kufive për hyrje dhe dalje ka filluar të zbatohet në 29 vendet europiane nga 12 tetor i vitit të kaluar dhe duhet të bëhet plotësisht funksional deri më 10 prill të këtij viti. Se si bordi i paqes i sapo formuar, iniciuar nga presidenti i Shtetit Bashkuara të Amerikës Donald Trump, përshtatet në arkitekturën gjeopolitike dhe pas pothuajse një javë analistët nuk e kanë plotësisht të qartë. Daniel Koqies, bashkëpunëtor i lartë në Qendrën Europiane dhe Euro-Azin në Institutin Hudson e Washington, thot për Kosova Online se bordi i paqes ka të gjajë të jetë një fushë që fuqitë e Europës perëndimore nuk do ta shfrytëzojnë dhe atë si pasojë do të jetë shkurtër. Ai gjithashtu thot se është pak e qartë se si u ra dakord në shtëpinë e bardhë për listën e vendeve që do të ftoheshin. Kjo është arsyeja pse mendoj se mund të jetë një fushë që do të krijojë më shumë tensione në rajon, tha Koqies. Nga ana tjetër, analistët në Prishtinë konsiderojnë antarësimin në bordin e paqes një mundësi të mirë për të forcuar pozicionin ndërkombëtar të Kosovës, por edhe si një shans për të lubuar vendet që ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Docenti i Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës me Selin në Mitrovicën e Kosovës, Dushko Qelli, thot se profesorët dhe studentët janë jashtëzakonisht të shqetësuar për atë që po ndodh pas 15 marsit dhe zbatimit praktikisht të ligjit për të huajt në Kosovë. Zgjidhja është përzëllimi i plotë i ligjit për institucionet serbe në Kosovë, tha Qelli për Radio Televizionin e Serbisë, dhe shtoi se kjo është e mundur vetëm përmes presionit më të madh nga bashkësia ndërkombëtare mbi autoritetet në Prishtinë. Pyetja, thot Qelli, është nëse Prishtina është gati për lëshime të tilla ndaj bashkësisë serbe për shkak të njëjtit ligj, siç u tha nga koordinatori i Konventës Kombëtare për kapitullin 35, Dragisha Mia, që u krijua një grup punën nga përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare, kryesisht Bashkimi Evropian dhe disa ambasadave të vendeve të kuvendit dhe qeverisë së Kosovës, i cili do të merret me çështjet e regjistrimit të qytetarëve
qytetarëve, certifikatave të lindjeve dhe gjëra të ngjashme, siç tha Mia, që bashkia ndërkombëtare është shumë e shqetësuar për zbatimin e ligjit të Prishtinës për të huajt. Rinumërimi i votave të Kosovë do të eliminojë dilemat në lidhje me rezultatet e zgjedhjeve dhe mund të zvoglojë nevojën për ankesa, njoftoi Komisioni Qendror Zgjedhor në ky institucion, thanë vlerësoj me dinamikën aktuale të punës. Procesi i rinumërimit duhet të përfundojë gjatë kësaj jave. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pret që pas përfundimit të rinumërimit do të ketë më pak dilema në lidhje me rezultatet, gjë që mund të ndikojë në përfundimin sa më të shpejtë të procesit zgjedhor. Analistët në Kosovë paralajmërojnë se vonesa në numërimin e votave mund të ketë një reakcion zinxhir në afatet kushtetuese për konstituimin e institucioneve, përfshirë këtu edhe zgjedhjen e presidentit. Moti në fillim të javës do të jetë me vrasira dhe shi. Nesër meteorologët parashikojnë fillim afatshkurt i ndjekur nga bulimi i vranësirave me reshe, shi në pjesën më të madhe të vendit dhe borë në disa zona më të larta. Temperatura do të jetë më e larta deri në 6 gradë Celsius.